Më seriozja që mundemi me mësu dika, mirë po fillimisht vetën, pastaj juve dhe të gjithë tjerët është falja namazit. Falja namazit. Pa namaz nuk ka shpëtim. 100 vjetë Ramazanët, jo një muj Ramazanët, po tër vitin ma gjëru. Heq mës me ndalë, 100 vjetë ma gjëru. Pa namaz, Allahu alema e pranan Allah. Sigur me e ditë njerë ushtimi, ketë mirë o bë një copë bukë, si më smakë, gjithësi si më smakë bukë. Ose 10 vjetë rem, o Coca-Cola më të dhanë, Fanta, Red Bull, Golden Eagle, o uj pak, uj, s'ka uj. Pa uj, që ki lukë thja e knacet, valla nuk knacet. Edhe ne, ketë lojët ushtimeve, o pak bukë be, edhe ne, do me thonë, punë Ramazan, ama që ki namaz janë qka. Që këtë namazin, nëse nuk e bëjmë, këtë tjera të ketë janë o kolla, mirë, ama që ki namazin, di kur të thatë lukëthi për uj. Edhe pak me bo me thonë knaqësh. Që ashtua namazin për shpirtin. Namazin për shpirtin, e knaqë, këtë e rahatar. Për atë shkak, për e mësam, kër është demoralizu, ka pas obligime, gajli ka thonë, ja, Bilal, e rihna bis salati, o Bilal, na knat shpirtat dhe na qetësot trupat dhe zemrat me namaz. E Bilali e ka thirë e zanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Islami ngritet me 5 shtilla, i keni ndëgju 5 shtilla, e brenda shtillave të Islamit është edhe falja e namazit. Mirë, por kur themi falja e namazit, themi për obligim, jo për qef. Sot e ban, nëse nuk e ban. Obligim. Qka obligim me falë namazin? 5 herë në ditë. Sabahun, drekën, ikindin, akshamin, jacin. Edhe namazin e kemi obligim me falë në kohën e vetë. Nëse një namaz të kalon, për shembull, sabahit ka zonë gjumë, dëno është Allahu. Nuk mundimi ne me marë fletoren edhe sot sabahit me datë. Çfarë datë e kemi sot? 20? Me të 20-in, 6 muj, dime ka dhe se kon falë sabaj. X. Hajë që i mledhë këto, mas një 10 vetë vi bëjë hesat. Drejken me 22-in, 6 muj. Ikindin me 23-in, 12 muj. E muj shtiltorin. Edhe mësën në matë Ramazan, tha, valla si vetë më i lirë, jam edhe me datë i falë. Ja, që këse matematika nuk ka fej. Kjo matematika me gabuar që mundet me bëmë musliman. Ase në ki, pa hajde e bëjna hesab kështu. Sa herët ka përci buka në drejkë se në ki hangë në vakt. A mund është me i bo kazata? Që për shemë njërë muj hungë që se dhe ha për 10 herë që se në ki hangë. Nuk mundet, me nuk shkanë disi, nuk shkanë ajo me kjef kër e do lukëthi, kër se do me zarë bukë me dhe, s'mundet. Edhe shpirë të vëllëz, ka nevoj për dit më ushqe me namaz, jo ti kur dush. Ne do njerë këna bo matematikë vetë si borç me e lajtë borçin, jo. Namazi o borç, obligim të Zotit, mirë po pse o namazi? Për me e gnas shpirtin, me stabilizu shpirtin. E ti në qëfë se nuk e falë sot sabaj nesër, jo mos nesër, shpirti jot edhe zemra jot janë nisë më bo guri. Punë në madhe ti pësi i falë mas 10 vetëve kazakit. Ta është kjo punë e kazas o shumë problem. Por në me të me dhejbe Hanefi ka kaza. Ama në qëfë se të ka hikë sabaj, e falë para dreke. Nëse të ka hikë të zonë dreka, edhe të ka zonë i kindia e falë, pas të drekën e falë i kindit. E jo mi mleth me vite, që këse mesele nuk ka të Hanefit. Në me dhebin e Ebu Hanifës, këse mesele nuk ka. Ama ta mamile nuk ka. Po el qada, ose kazaja, në gjuhën turke, el qada, në gjuhën arabe, nëse të ka ikë, diçka e zavënëson. Ama jo mi mleth me vite ata. Edhe sa duhet me qenë të qartë ta punë, nuk ban me avon vetës qefin. Se të kishkon që shtu edhe në po i mledh me dy. Edhe unë si hoxë, po i mledh edhe gjëmat bili i mledh, pëse mu mundu si zë dhe njafë. Një top tanë për një muj. Baj një kumë po një jetë me i falë një gjëmat për 4. E ta është nësa mundet, kjo mundet edhe ja. Si dhe qafë, ndështë edhe njëherë argumentet, nuk i pranoj njerëzit, nuk mundohen mos me i pranu, mirë po, në hakun nuk guzem me ndryshu. Dëvërtetën nuk guzem me ndryshu. Rrim shtremt ose anësh
mbështetemi anash, ama flasim drejt, nëse duhet me thonë drejt. Thot Allahu dhe lëshanu fa in tabu wa aqamu s-salate wa atawu z-zakate. Në qoftë se pendohen, e falin namazin, e japin zekatin, fa ikhwanukum fi d-din. Do të thonë njerëz në botë që nuk janë të islamit, nuk janë musliman. Në qoftë se pendohen, fillojnë me e fal namazin, fillojnë me e dhon zekatin, ato janë vëllezërit e tanë. Shife namazin çka të bën. E fal namazin, ama deri dje ka qenë krishter, ka qenë zjarpotist, ka qenë kines, gjerman. O nëse pendohet Allahu për gabimet që i ka po, e thot shahadetin, fillon me e fal namazin, e jep zekatin, e nisoj si ne. Bile më i mirë se ne. Se ndonjëherë ne, musliman që 500 vetë, disin e kujmë vetën ma musliman se ata tjertë. Feja islami ka regullat e vetë. Ai arabi ka shku i ka thonë, unë e arab, unë e kureshi jam. Ai tjetër ka thonë, unë jam familje arabe, dikush. Pejgamberi sallallahu kër e ka pasë Selmani atë dhe Bilali edhe ai tjetri janë mërzit, ka thonë, la farqa bejnë al-arabi wa a'gjemi. Nuk ka dallim ndërmjet arabit dhe jo arabit illa bit taqwa, përpose me sinceritet. Allahu e shef kush është më i mirë, kush është më i sinqert, kush është më namazli. E nuk e shef kush është i zi i bardhë dhe ndërmjet zivit dhe të bardhit. Në do jenë lavdrojme me lekun, lavdrojme me frizun, lavdrojme me pantolla, lavdrojme me kaisha, lavdrojme me kravata. Edhe ajo mirë, do me thonë o mirë mu vesh mirë, me orë gjami mirë, po dhe kur dali mu vesh mirë, bide një parfem me pasë Hugo, alo ma mirë, po edhe pa atë banë. Edhe që të parfeme që në binë për që lëkit një real, edhe ajo kur s'kije banë. Mirë po namazi të vllazëron me dika, ndërsa lënja e namazit të largon me dika. Më thonë, neve si musliman namazi në afran, edhe namazi në largon. Po gjelgjelet edhanu fi kulli hajin, për ndëgjëm ezanin se cilën lagje, wa ejne sautu min Bilal. Mirë po kua ezani Bilalit, me na irukum allet fi kulli sahin, i kemi ngrit minarin se cilën qosh, se cilën vend, edhe të sep, walakin masajidukum min al ubadi khal. Mirë po gjamiat nga robrit Allahut janë shprasta. Gjamia sa dush, shumë pak njerëz që falin. Nuk ka argument gjemaja se ne e falim namazin. Por a qka ka jahudit sot e këse dit e rahat. Edhe njëri për jahudive të menqër, sa të menqër jënë për ka e prapa. Një njërë që vret fëmijë dhe gra masakrane nuk o i ditur, nuk o i menqër. Sa do që di, se ti diturin e shfridzon në haram edhe në gabim. Thot, rriri rahat jahudive, ka thonë, që i futve, edhe të vegjen, edhe të mdhej, edhe grave, edhe fmi dhe plesni. Pse me nejtë rahat me një musliman? S'na launa ato, deri sa sabaj se falin, knaqën e me i rriri rahat. Kur t'ja nisin me i mush gjamian sabah, hap nisit. E që atëherë mund mi përvel krahat edhe me pasi që ka punë. Ama deri sa sabah s'dalin ata, rriri rahat. Edhe me të vërtet, më rahat si jahudita, ka dhe një popull në botë. Unë jam duke folë për një popull që masakron vret, ka him e ka zaptu vendin edhe sot e kësaj dite ndërton shtëpia në për vendet të zërpume, ma rahat s'ka. Një 3-4 el mustautin ose el mustautanat shqip ta përkthejt, mundom ta përkthejt shqip, po me ndërtu shtëpinë në vend të zërpume. Se shtëpi me ndërtu në vendit datë i thonë bejt. Al-mustautanat dhe me thonë me ndërtu shtëpia villa në vend të uzurpuar. E që ashtu jahudit në Palestinë atje, si cëllën jaf e uzurpojnë ka 1 kilometër në 4 orë, edhe e bëjnë lagjet bukur atje me ujë, me rrime, me telefone, e nisim i ndërtu shtëpia. Ajde, pi Varshave jahudit, pi Pekingi, pi New Yorki, pi Istanbuli, pi Moskve. I të bëjnë jahudit, edhe pse ata frigohen me ardhët. Ato frigohen, para mendoj, për muslimanëve që veç drejken e falin frigohen. Po me janë nisë dhe sabajnë, në Moskë vdesin për frige, në Moskë plasin për frige dridhen. Ama ato e din që le si kina për një me.
Pse si kena për në mes që e përmenda atë poezin? I keni ndërtu xhamijat dhe e dridh një ezanin të e thirrna për xhamia. Edhe minaret e ngritura, edhe xhamit e zbukuruara, te piha llustera e kitë mirat. Hoxhallare o të bora, super, se cili më i heshëm se tjetri. Ama xhamat, shumë pak. E kur ta mush me xhamin me xhamat, jo vetëm Ramazan edhe në xhamat, por edhe krejt ditë të tjera atëherë, krejt bota kanë me pas se hiç s'ka nevojë me luftun, as me fol, ata vetë kanë marrë me thonë çeve drejtat mos e disi kanë nis më frigu. Si do qoftë hajri inshallah, të ndërshëm vëllezër. Namazi është obligim, është fars, nëse e bëjmë shpërblehemi te Allahu, nëse nuk e bëjmë dënohemi te Allahu. Sepse namazi hin atë kategorinë el-wajib ose fars. Çfarë do të thonë fjala wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Kjo në usulul fikr, në rrojtë e fikët. Wajib ma yuthabu fa'iluhu, nëse e bën shpërblehesh, wa yu'aqabu tarikuhu, dhe dënohet ai që nuk e bën vajibin ose nuk e çon vet. Do të thonë wajib ose fars i sër. Inshallah Allah na mundson ta falim namazin, mos ta lëm namazin, neve që jemi në xhami dhe të gjithë muslimanëve kudo që janë.